Viti 2025 nuk ka nisur shumë mirë për lojtarët shqiptarë, që kanë kaluar dëmtime të shpeshta dhe lista vetëm pozirohet me emrat e tjerë që i shtojnë infermierisë. Për fat të mirë, kemi shumë rikthime dhe për momentin, 3 lojtarët e rëndësishëm që qëndrojnë jashtë për shkak dëmtimi janë Armando Broja, Mario Mitaj dhe Ilseidi Ysaj. Rei Manaj ka pësuar një dëmtim horror në ndeshjen e sotme kundër Gostepes. Në minutën e 9, pas një krosimi të ulët të ardhur në zonë për të, Rei Manaj gjeti bukur topin me kokë, duke kërcënuar seriozisht portën kundërshtare. Por e menjëhershme ishte ndërhyrja e ardhur me kokë nga një mbrojtës si Gostepes, i cili gjeti Rei Manajin dhe jo topin. Një dëmtim i rënd për Rei Manajin, i cili humbi ndjenjat për pak kohë, pas ndërhyrjes së shpejtë të stafit mjekësor, në fushë do të hynte edhe ambulanca për të transportuar sulmuesin shqiptar drejt spitalit më nda afërt. Një moment që ka marrë dorë trokitit e tifozëve dhe padyshim edhe ka prekur lojtarët e Sivasporit. Pas golit të dytë të realizuar kundër Gostepes, lojtarët e Sivasporit kanë dalë menjëherë me fanellat e Manajt dhe Simić, duke ja dedikuar atyre golin. Simić ishte lojtari që hyri në fushë për të marrë vendin e Rei Manajt, por edhe ai do të dëmtojë rënd. Pasi shkoi në spital, u pa se gjendja e Rei Manajt ishte e qëndrueshme dhe lojtari thjesht kishte kaluar një traumë mentale nga përplasja dhe nuk kishte probleme serioze. Në spital shkoi edhe presidenti i Sivasporit për të parë më nga afër gjendjen shëndetësore të Rei Manajt, por ajo që ka habitur doktorët në Turqi ishte fakti se në momentin kur hapi syt, gjëja e parë që ka pyetur Rei Manaj ishte: a do të luajë javën tjetër? Kjo pyetje e bërë nga sulmuesi shqiptar ka marrë javën të madhe në mediat e Turqisë dhe është fjala e parë e momentit. Megjithatë, kjo pyetje nuk ishte për të treguar dëshirën e madhe për të luajtur ndeshjen e radhës të Sivasporit, që është kundër Atayaspor. Një ndeshje e krejtë e zakont, por për kombëtaren, tani po afron gjithmonë më shumë ndeshja kundër Anglisë dhe kampionatet do të kenë edhe një javë të fundit përpara se lojtarët të grumbullohen nga kombëtarët. Kjo pyetje e Manajt konsistonte pikërisht në lidhje me ndeshjet e kombëtares, duke treguar dashurinë e madhe për fanellën kuqezi dhe padurimin për të përfaqësuar Shqipërinë. Ndërkohë, po sipas mediave turke, raportohet se Manaj do të jetë gati që për ndeshjen e radhës kundër Atayasporit. Sulmuesi shqiptar do të qëndrojë edhe për një ditë në spital për procedurë dhe më pas do të fillojë menjëherë servitet e Sivasporit për të qenë i gatshëm që në përballjen e javës tjetër ndaj Atayaspor dhe kështu nuk do të mungojë as për ndeshjet e Shqipërisë.